për sistematizimin e vendeve të punës në agjenci, ku bazuar në këtë rregullore është edhe divizioni për monitorimin e shërbimeve të ndihmës juridike falas. Fatkeqësisht për shkak të buxhetit dhe për shkak të mos buxhetimit të pozitave në këtë divizion nuk është ende i fuqizuar ky divizion për monitorim të shërbimeve. Megjithatë, Agjencia për Ndihmë Juridike Falas, pra 16 pozita që janë në rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në agjenci nuk janë të buxhetuara ende. Pritet që në të ardhmen të buxhetohen dhe të fuqizohet agjencia, por sa i përket këtij, edhe pse nuk është edhe shumë funksional divizioni, ne mundohemi me kapacitetet që na tashmë i kemi të monitorojmë shërbimet e ofrimit të ndihmës juridike falas së paku 2 herë në vit. Ne monitorojmë punën e zyrtarëve me lëndët e caktuara që shkojmë vizitat që i bëjmë në zyret rajonale dhe zyret mobile që i kemi në Republikën e Kosovës. Përveç kësaj, ne kemi hartuar udhëzues të ndryshëm, udhëzuesi për procesimin e rasteve, ku aty janë edhe parimet e punës, etika profesionale që duhet të ndjeket në trajtimin e një lëndë të saktuar, si dhe ecuria e lëndës, si do të kompletohet një lëndë që i ofrohet ndihmë juridike falas. Përveç kësaj kemi edhe manual të ndryshëm të praktikuesve të ndihmës juridike falas në lëmin civile, familjare, si dhe në lëmin administrative, ku zyrtarët tonë i praktikojnë këta praktikues, domethënë këta manual, dhe ofrojnë ndihmë juridike falas bazuar në ta. Së fundmi gjatë vitit 2025 kemi hartuar edhe udhëzuesin për procesimin e rasteve të personave që kanë pasur diskriminim, ku është një udhëzues praktik, ku zyrtarët tonë mund të procesojnë dhe bazuar në pyetjet që i ka ai udhëzues mund të vërtetohet nëse një qytetar ka pasur apo jo diskriminim. Pra, i kemi hartuar disa dokumente të ndryshme në mënyrë që të lehtësohet edhe të kontrollohet edhe të rritet cilësia. Përveç kësaj, mundohemi që të bëjmë ngritjen e kapaciteteve të zyrtarëve të agjencisë nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme nga bashkëpunimi që kemi me Akademinë e Drejtësisë si dhe donatorëve të ndryshëm që përkrajnë agjencinë. Gjatë vitit janë organizuar 10 trajnime në lëmin civile si dhe në lëmin penale, po ashtu edhe në fusha tjera ku janë specifike në ato kategori ku janë më të ndjeshme dhe më të marginalizuara. Vazhdimisht, trajnimet organizohen nga buxheti i agjencisë, nga Akademia e Drejtësisë ose nga donatorë që e përkrajnë agjencinë në vazhdimsi. A ka pas pakënaqësi në rastet e ofrimit shërbime juridike falas dhe a ka pasur raste kur është mbajtur dikush llogaridhënës? Ne kemi edhe kutit e ankesave që kemi në secilën zyre rajonale dhe në ato bazuar në këto kënaqëmërinë që e mbasim të qytetarëve, ka arritur që kënaqëmëria e palëve në shërbime, në ofrimin e ndihmës juridike falas nga agjencia të jetë mbi 90% kënaqëmëria e qytetarëve. Sa i përket nëse ka pasur ankesa natyrisht që ka pasur dhe ato janë drejtuar tek në këtë rast është mekanizmi që është në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, Komisioni i Ankesave, ku qytetarët në rast që i është refuzuar ndihmja juridike falas mund të bëjnë ankesë tek ky komision dhe të vërtetohet nëse me të vërtetë ka qenë një vendim i drejtë që është refuzuar ndihmja juridike falas apo jo. Nga kutitë e ankesave neve na ka dalë që është 90% kënaqëmëria, mirëpo ne mundohemi që vazhdimisht të përmirësojmë ofrimin e ndihmës juridike falas dhe të rritim cilësinë e shërbimeve. Po besoj me këtë performancë, pas ka nevojë për kutit ankesave. Po ashtu, gjatë këtij viti mendojmë edhe të bëjmë digitalizimin e matjes së kënaqëmërisë të qytetarëve nëpërmjet lidhjes që do ta bëjmë me databazën dhe me iPad-et që do t'i vendosim në këto zyre, dhe kënaqëmëria do të matet direkt dhe ato të dhëna që qytetarët aty për aty i vendosin në atë iPad të dalin direkt të pasqyrohen në webfaqen e agjencisë dhe kështu mund të dihet sakt se sa është kënaqëmëria e qytetarëve. Ka një indikator tjetër që matet për shembull cilësia e shërbimeve që ofrohet me rastet të cilat fitohen ose humben në rastet e përfaqësimit palëve?
Divizioni që e ka për monitorimin e shërbimeve e ka për detyrë që të kontaktoj direkt. Fillimisht zyrtari e kontakton palën nëse si ka shku rrjedha e procedura e ka dërzu parashkresën që është përpilu nga agjencia. Do më thonë e manë gjithmonë evidencën e lëndëve që ai po i trajton dhe apo arrin me u zgjidh ato raste. Përveç saj edhe divizioni çdo 3 muaj e ka për detyrë ta kontaktoj palën nëse ofrimi i shërbimeve nga zyret rajonale është bërë në mënyrën e duhur dhe a ka qenë i kënaqur me shërbimet. Edhe kjo është një masë që ne e bëjmë, si dhe monitorimi i lëndëve që ka zyra qendrore monitoron zyret rajonale dhe mobile 2 herë në vit lidhur me ofrimin e shërbimeve. Okej, zonja Breznica, nga përvoja juaj që e keni me përfitues, sa janë të kënaqur me cilësinë e shërbimeve që ofrohet? Sa i përket shërbimeve që i ofron rrjeti i grave të Kosovës edhe IKD-ja, gjithmonë kanë qenë të kënaqur përfituesët tonë, kurse sa i përket agjencisë për ndihmë juridike falas, jo gjithmonë janë të kënaqur me cilësinë e shërbimeve që ata e marrin. Përveç kësaj vlen të përmendet që hulumtimi jonë gjithashtu tregon që zyrtarët e agjencisë për ndihmë juridike falas nuk janë të njohur as me strategjinë kombëtare kundër dhunës në baza gjinore, as me përgjegjësitë e tyre sa i përket procedurave standarde të veprimit, gjatë që kanë disa obligime edhe atje. Përveç kësaj, hulumtimi jonë gjithashtu tregon që Agjencia për ndihmë juridike falas në raste të dhunës në baza gjinore apo të dhunës në familje ka qenë më shumë e prirur që të përfaqësoj viktimat në kontekstin civil, që do të thotë në divorc edhe besim të fëmijëve, mirë po jo në atë penal, sepse përgjigjja e tyre ka qenë që viktimat në procedurë penale i mbron prokurori apo mbrojtësi viktimave dhe nuk ka nevojë që të angazhohet edhe një zyrtar tjetër nga Agjencia për ndihmë juridike falas. Pastaj kur dalim të mbrojtësit të viktimave, ata janë mjaft të angazhuar në raste të kërkesave për urdhër për mbrojtje dhe përfaqësim të viktimave në raste të urdhërit për mbrojtje, edhe arsyetohen me mungesën e stafit edhe nuk kanë gjasa me mrime i përfaqësu viktimat edhe në çështje penale, gjatë që në disa raste viktimat lihen edhe vetëm në procedura penale. Faleminderit shumë, zoti Zekaj, shohim pra që gazetarët janë përfitues të ndihmës juridike edhe nga agjencia, por edhe nga organizatat e shoqërisë civile, por angazhojnë edhe avokat individualisht, edhe në këtë rast bashkëpunimi që ekziston me asociacionin. Me agjencinë dhe organizatat e tjera, sa ka përvoja të kënaqshmërisë ose pa kënaqshmërisë në ofrim të shërbimeve? Tani edhe si antar të grupit punues për hartimin e ligjit për ndihmë juridike falas, jemi duke kontribuar në rritjen e cilësisë të ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike. Do të thonë është parapaçë edhe për organizatat e shoqërisë civile të cilat do të licencohen nga Agjencioni i Ndihmës Juridike për ofrimin e këtyre shërbimeve, të sigurohet minimumi i cilësisë të ofrimit të shërbimeve përmes zyrtarëve, të cilët të paktën do të kenë persona që do të kenë provim të jurisprudencës brenda këtyre organizatave, e gjithashtu që te rastet e ofrimit të ndihmës juridike sekondare kjo ndihmë juridike të ofrohet nga avokatët, domethënë të përfaqësohen nga avokatët në procedurë, domethënë sa më shumë raste që të arrit, por problemi qëndron në ato që tha qëndrimit të buxhetit i vogël që ka agjencia tani më e që kjo problematik po përsëritet ndër vite. Në bazë të raporteve të CPEJ-it që ka pas më herët, domethënë ka qenë, ndoshta Kosova ka qenë vendi me buxhetin më të vogël për ndihmë juridike në region, që nuk ka arritur as në 1 euro për kokë banore, duke përfshirë 0.33 ka qenë. Veç për Agjencinë e Ndihmës Juridike. Për kokë banore. Për Agjencinë e Ndihmës Juridike, kurse po mendoj edhe duke përfshirë edhe përfaqësimin ex officio në gjykatë dhe prokurori, domethënë nuk ka arritur as në 1 euro për banore në të gjithë sistemin e drejtësisë. Dhe kjo tregon se sa është përkushtimi i shtetit për ofrimin e çastës në drejtësi, për shkak se nëse nuk ki buxhet adekuat, nuk ki as ofrim të çastës në drejtësi për qytetarët. Sa i përket cilësisë, domethënë edhe vetë avokatët, siç janë edhe ofruesi të tjerë të shërbimeve të ndihmës juridike, agjencia apo organizata shoqërisë civile, duhet të ofrojnë një ndihmë juridike efektive dhe kualitative në aspektin ligjor, dhe kjo përcaktohet edhe me kodin etikës të avokatëve, domethënë sikurse ndihma juridike falas ashtu edhe ajo e paguar nga klienti duhet të jetë në nivelin e njëjtë të ofrimit në aspektin profesional, dhe çdo shkelje e këtij parimi, domethënë është bazë për iniciimin e procedurës disiplinore, që edhe në kuadër të Odës Avokatëve të Kosovës ekzistojnë është sistem i vetë rregulluar i sistemit disiplinor, ku ekziston edhe prokurori disiplinor dhe komisioni disiplinore, të cilat pastaj duhet ta trajtojnë rast për rast nëse një
qytetari nuk ju është ofruar ndihmë juridike në mënyrë kualitative, qoftë ajo edhe pa paguar nga qytetari, por në formë të ndihmës juridike falas apo pro bono, të cilat e kanë obligim edhe avokatët që të ofrojnë. Kështu që besoj që secili institucion e vetë duhet të krijojë mekanizma të kontrollimit të cilësisë, me qëllim që të ketë barazi të palëve në procedurë, e cili është parim i sistemit juridik brenda shtetit, dhe çdo cënim i këtij parimi paraqet edhe bazë për inicimin e procedurave të tjera.